أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فلندريم ذا فريق رسبكت تكون وتم الله سبحانه وتعالى paqja dhe mëshira Allahu Gjelle Wala qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të mirë deri në ditën e Kiametit. S'ka dyshim se shoqëria të cilën robi e zgjedh në këtë dynja, ashtu që shta Allahu në Kur'an dhe që shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe, ajo shoqëri është përzgjedhja e robit në këtë dynja për me e përzgjedh vendin e tina, a dëshiron me u konë në xhennet apo dëshiron me u konë në xhenem. Shoqëria e kësaj dynjaje tregon tyje se ku do të jesh ti nesër tek Allahu subhanahu wa taala. Shoku i mirë, erdhi në hadith, është ai i cili ty ta drejton rrugën drejt Allahu subhanahu wa taala, ta kujton Allahun, ta kujton xhennetin, ti kujton premtimet e Allahut subhanahu wa taala dhe ti kujton ato premtimet mëdha që pejgamberi alayhis salam i ka dhënë për njerëzit, po edhe ato përgëzime të mëdha që pejgamberi alayhis salam u ala njerëzve. Pastaj shoku i keq është ai i cili derë e ka derën e shejtanit. Derë e ka derën e xhehenemit. Andaj i takon robit në këtë dynja që të kujdeset vazhdimisht se kë shoqëron. A e shoqëron xhennetin apo e shoqëron xhehenemin? Kështu e ka kuptimsinë, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Al-mar'u ala dini khalilih." Robi, burri, njeriu në këtë dynja është në fejen e dostit vet, në fejen e mikut, në fejen e jaranit vet, të cilin e ka vendos se me to i kënaqet zemra, me to don me dal para Allahut subhanahu wa taala. Andaj, dohet që vazhdimisht ta kujton këtë gjendje edhe të shikon në shokun, në dostin dhe në ata të cilin e shoqëron në jetën e tina drejt Allahut subhanahu wa taala. E shehnin Abdullah ibn Mubarakun, tabiin, i cili rrinte në xhami, edhe i thoshin njerëzit: "Pse po rrin vet? Pse po qëndron në xhami veç vet? Pse nuk del me nejt me neve?" Ai u tha atyne: "Me kon rrini ju." Dikush e përmend filanin, dikush çdo njëri prej tyne filloi me i përmend shokët e tina, me ata të cilët e kalon kohën edhe rrin me ta. Kurse Abdullah ibn Mubarak tha: "Unë rrije me shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me sahabët." I tha: "Në çush ka mundsi? Ata kanë shku te Allahu azza wajal, kanë vdek ata." Tha: "Unë rri me historien e tyne, me dbamat e tyne, duke i kujtu ata, për shkak se kush i nje sahabët, i dën ata. Kush i dën ata, mundohet me ju përngjasu atyne. Kush ju përngjason sahabëve, radiallahu anhum wa radu anhu. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala." Që kjo është ajo gjendja që e bënte Abdullah ibn Mubarakun që vazhdimisht të qëndronte me historinë e ndonjërit prej sahabëve apo me historitë me ngjarje që kanë ndodhur në mesin e sahabëve. Kanë qenë njerëzit më të rima, njerëzit më burra, njerëzit më të mençur, njerëzit që kur kanë marrë vendime nuk janë lënë kundër prej vendimeve, njerëzit më të matur që kanë ditë se filon vendimi është më i duhuri, filon vendimi çon te Allahu azza xal, dhe s'kan hezituar në marrën e këtyre vendimeve as pak. Njerëzit që kanë sakrifikuar gjithçka. Njerëzit që Usaidi ibn Khudayri, al-Khudayri tha kështu, kur e zonën mushrikët, edhe fillun me torturue, edhe i thanë atina: "Ishe djali i ri, djalosh e pranoi islamin." Ama zullumi mushrikëve ishte shumë i madh në trupin e tina. I thanë: "A kishe dëshiruar ti që në vendin tënë të shkon ai Muhamedi që ato ju thirr juve? Ai djalosh i ri, po ai e ka vendos me shku te Allahu azza xal. Sa do le ti kushton, e ka vendos me shku tek Allahu subhanahu wa taala dhe tha: "Wallahi, unë s'kisha dëshiruar që as një therrë vogël
me e vra kamën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e lema ai më kanë në vendin tem ku jo më në sot. Para mendo. Kjo ishte vendosmëria e sahabëve. Është transmetuar një ngjarje për një djalosh, një jetë e cila është jetuar për Allahun subhanahu wa taala. Ajo është daja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por shkak se prejardhjen e ka pas prej Beni Zuhra. E Beni Zuhra kanë qenë familja, fisi i nanës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka një djalë i ri, 17 vjet. Transmetues thanë, kena pa të ky djalosh se qysh i ri ka pas burnit madhe, ka pas hikmet, urtësin e pleqve, edhe dertin të cilin e ka pas kë, prej njerëzve të rrallë, ka qenë Sa'd ibn Abi Waqqas, ku tha se, çka është të ndodh me këtë dynja? Qysh ka mundësi? Hala, duke mos hin Islam. Çka është të ndodh me njerëzit? Qysh ka mundësi njerëzit me adhuru drunin? Qysh ka mundësi njerëzit me adhuru putat? Djali i ri, i cili nuk ngante mas epsheve të moshatarëve të tina. Duke qenë jashtë Islamit. Para mendo. Ikte prej harameve, duke qenë jashtë Islamit. Po i quj harame se harame janë. Dhe tash derti i tina ishte se çka po ndodh me akiden, besimin e këtyre njerëzve. Pse janë lëshu katë shumë? Edhe ishte vazhdimisht duke e prit një mrekulli, nuk e linte shpirti rahat derisa mos po ndodh diçka, e cila ngjarje kam jam ndryshu njerëzve komplet jetën e tyre. Një natë prej natëve, 3 net, para se me hije në Islam, Sa'd ibn Abi Waqqas në gjumë e sheh një ëndër. Thot, mbulun në ëndër, mbulun errësira shumëta. Thot edhe nxitoja në mesin aty në errësirave me i qa errësirat për me gjetë një tro dritë, me u orientu dika. Thot, kur para meje e pash një hanë, dritën e hanës, thot edhe unisa drejt ka qajo dritë, drejt qasoj dritë e shkova. Thot kur arrita afër sajna, i gjeta 3 persona të cilat ishin kanë afër dritës të hanës. Afër hanës atje ngat. Thot ai i pari i shkon Zeid ibn Harith, i dyti i shkon Ali ibn Abi Talib, kurse i treti i shkon Abu Bakr as-Siddiku radiallahu ta'ala anhu. Thot edhe, dol gjumi, thot, met menja të që kjo andër, se shpresat i kishte vazhdimisht se inshallah ka me ndodh diçka e cila ka me ndryshu këtë gjendje se është diçka e ronë. Nuk i takon burrit të mençurit me adhuru e drunin të cilin e ka dhenë me dorën e vetë. Nuk i takon të mençurit me adhuru gurin të cilin e ka dhenë me çekiçin e tina, me daltën e ti, me durët e tina vetë e ka dhenë atë guri, e pastaj me i thonë ati guri të cilit vetë ja dha formën, i cili s'pas ka mujt vetë me e marë formën, e me i thonë atina ndihmam dal prej filon brengës, ose milatëso filon brengat, ose dertët, ose kështu më radhë. Kështu e shehte Sadi, në mesin e njerëzve, po e nin dika fshehta zese, pas ka dalë njëri i cili e pas ka emrin Muhammed, ai emini, të cilin e kena përmen, ai besniku të cilin po e përmenin njerëzit, që ai pas ka fillu me i thirë njerëzit me një fe të re. Sadi, momentin që e kanë dëgjuar këta, nisët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pasha Allahun, kur jam nis me shku të pejgamberit sallam, thot e gjetan venin Gjijad të Mekës, thot kur u avita ngat, nuk e pa shetër kanë rreth tina vetë se i shkon Zeid ibn Harith, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as-Siddiku, thot nuk me diçka tjetër vetë se thash, ashhadu an la ilaha illa Allah. Edhe hina në Islam. Thot pejgamberi alayhis salam e prita derisa e fali namazin e ikindijës. Thot momentin që e fali namazin e ikindijës, thot miniran e pranova Islamin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam është krenuar shumë
me Saadin edhe është gëzuar fort, për shkak se ai ishte që i donte shumë dajt e tina, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i donte dajt e tij shumë, ka hadithe për këtë pjesë, edhe i vizitonte dajt e tij shpesh. Para mendo tash prej tyre hala se ka pas kërkon Islam. Një djalosh i ri që i vdiq baba sa ken në barkun e nanës, e kur lindin moshën 6 vjeçare në udhtim veç vet i vdiq nana, e me robreshen të cilën e kishin, me shërptorën të cilën e kishin, e varrasën nanën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj në moshën 8 vjeçare i vdiq gjyshi i tina. Pastaj i ndodhen ngjarjet, edhe në fund me pa dikon i cili është i familjes tone, pjesë e nanës tone, të cilën Allah azza wa jalla kishte ndaluar pejgamberit alayhis salam me bë dua për të. Në udhtim kur kishte shku me i vizitu dajt e tina, edhe gjatë rrugës të u kthye, e pa varrin në nanës vet, edhe u nal të varri dhe shikonte me shikim ka qielli se apo i thot Allah azza wa jall bën dua për të, apo i thot Allahu mos bën dua për të. Kur erdhi vendimi i ndalesës për me bë dua për nanën e vet, filloi pejgamberi alayhis salam shumë me kajt. Tash kur e pa Saadin, e pa dika një pjesë të nanës tina e pa që hinin Islam. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam ju thoshte njerëzve: "Hadha khali, ky është daja jam." Kur ishte me njerëz të nejt, edhe Saadi ka përcen të anena, ju thoshte njerëzve: "Hadha khali, ky është daja jam." Pra kallëzënëm edhe ju kone kini daj, ama daja jam është më mirë se juve. Kështu ju thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çat shumë që është gëzue për Saad ibn Abi Waqasin. Kur e pranoi Islamin Saadi, po shkon te shtëpia. Nana e tina kish marrë vesh se Saad ibn Abi Waqasi e ka pranuar Islamin. Prej cilësive më të mira që i ka pas ky burr i madh i muslimanëve, ose e ka dash nanën e vet shumë, edhe e ka respektuar shumë edhe e ka nderuar shumë. Në Mekë është njoft sikurse djaloshi që e don nanën shumë. Kështu është njoft. Saad ibn Abi Waqasi. Tash nana vet i tha kështu: "Çka është me tyje që e kishe ndrruar fejen e babës atë nanës tonë?" Thot: "Çu shka mundësi që ti ke dal prej asaj feje, e ke ardhur tash me një fe të re. Çka është puna jote? A është e vërtet kjo?" Thot: "Po, unë kam ndrruar fejen, jam largu prej asaj të kotës dhe tash e adhuroj Allahun azza wa jall." Thot: "Pasha Allahun, nana e tina, për shkak se edhe pse kanë qenë mushrik janë betuar Allahun." Ka thonë kështu: "Pasha Allahun, unë as nuk do të haushim, as nuk do të pi ujë derisa ti ta lësh fejen të cilën e ke zgjedhur, fejen e re. Ose ki me lanë qatë fe, edhe me udhëzue atje ku i na kon, me u kthy ku i e kon, ose s'ka me hangër, s'ka me pi derisa të des." Saadi vazhdimisht i folte nanës vetë edhe i thoshte: "Ma mirë është për ty me hangër, ma mirë është për ty me pije." Vazhdimisht i bënte ikram, respekt nanës. Mirë po njëherë për hira, gjendja e saj është dëpsu shumë. Edhe prej kilove që i kishte, peshën të cilën e kishte në fillim, e hupi peshën. U dëpsu shumë edhe erë me një gjendje shumë të rëndë. Sa që ndoshta ka qenë gjendje vdekje. Para me ndo. Kjo është prova madhe. Më ka një djali ri, vetëm se burrat e bojnë këtë gjendje. Vetëm se ata të cilët janë nisë për një me drejt Allahut azza wa jall i marrin këto vendime. I tha nanës vet: "Oj nan, vallahi, lau kana laki alfu nafsin, pasha Allahun, edhe sikur në ty Allahu t'i kish lënë 1.000 shpirta. Sikur në ty Allahu t'i kish lënë 1.000 shpirta, e çata shpirta me dal ty një ka një, unë fejen e Allahut nuk e lçoj. Kështu që më mirë të bjen ty me hangër a me pije, se kjo puna jote që e ke nisti është e kotë, nuk ndrojme." Thot: "E kur e pa nana e tina këtë vendosmëri prej Saadit, filloj me hangër a me pi. Për shkak se ai djalë është niste Allahu subhanahu wa taala. E për me nderu Allahu Saadin, e zbriti te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetin kuranor: "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm." I tha Allahu azza wa jall: "O dërguari i Allahut, o Muhammed, kallëzoju njerëzve,
se nëse baba dhe nana tyje bojnë përpjekje për me të kthye edhe me i boti shirk Allahut në diçka të cilën ti nuk i dituri, s'ki dituri për të, thot mos i paso ata. As babën as nanën mos e paso. Ama në çështjet e dynjas nuk prish punë që ti me i pasu ata në çështjet e dynjas. Vazhdimisht ndodhin ngjarje dhe Sadin e kishin rrok ato galet e mëdha, torturat e Mekës. Edhe Sadi ka qenë prej atyre të cilët është torturue, ka hek, ka hangër prej zullumit të mushrikëve të Mekës. Dalin në Medinë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk shkon kohë e shkurt edhe vjen betejë e Bedrit. Sadi ka qenë prej njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka pas një vëlla më të vogël. Vllau i tij ka qenë i ri shumë. E ka pas emrin Umeir. Që ky Umeiri Sadi e ka dashur shumë këto. Edhe ka thonë ki me ardhë në Bedr bashkë me mua. Edhe nisën për me shku në Bedr. Kur të bohet rresht ushtria, pejgamberi alayhis salam çohet në kom, e Sadi e ka ditë që tash kam i kshyrë pejgamberi alayhis salam krejt ushtarët një ka një, veç e veç. E thot, kur ta sheh Umeirin që është i ri, ka me hek pejgamberi alayhis salam. E i thot, o Umeir, pështjellë kryt. Pështjellë pak, edhe kur të vjen pejgamberi alayhis salam te ti, qërhin mas në i sahabijut, më shefë dyqysh, se je pak ma i vogël, pak ma i ri, për bira dikun, veç mëse birë punën që pejgamberi alayhis salam më të këthyjt e mas, se si të shetë këthen, i ri, pejgamberi alayhis salam momentin e parë, minëran e ka vrejt Umeirin, ka qenë i dërguar i Allahut, së një ka ik diçka, kur e sheh Umeirin, i thot, ti dosh me u këthyjt e mas, je djalosh i ri, ty s'mujna më të marë, me luftu ti me burra. Umeiri fillon me kajt shumë. Sadi mërzitet. Nuk mërzitet për diçka tjetër përveç se qysh vllaut tem tash nuk pi i pët mundësia me marrë pjesë në betejën e Bedrit. Për çfarë mërzitet? Mërzitet qysh vllau jam, tash s'ka më kanë për atyre të cilët i pari ka me marrë pjesë, prej të parëve ka me marrë pjesë në betejën që ka me qenë beteja e Allahut, e njerëzve të Allahut me njerëzve të shejtanit. Partia e Allahut me partinë e shejtanit. Tash fillon Umeiri me kajt më të madhe. Kanë shumë edhe nuk niset, nuk largohet. Nuk largohen prej këtu. Mirë po urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk bë me ty. Niset ka pak do hapa edhe fillon me ashtu vajin hala më shumë. A di çush i bie kjo? Tash për shkak gjendjes tina, kjo kuptohet krejt komplet, po i bën sikur më të hek prej xhenetit. Kështu e ka kuptuar. Pejgamberi sallallahu se ka larguar ata prej xhenetit. Mirë po ai kështu e ka kuptuar. Se kjo është mundësia më e mira që unë më kam prej të parëve. As-sabiqun al-awwalun. Ata të parët, ka thënë Allah azza wa jalla në Kur'an. Ata të parët, ata janë më të naltit. E kështu ka dashur më kanë edhe Umeiri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë: "Mirë po prej vajit të madh që janin prej Umeirit i zvutet zemra, e thotë: "Hajde edhe ti me neve." Sadi gëzohet ekstrem shumë. Fillon beteja edhe prej rrmujës madhe që u bë, tash përfundon beteja dhe dojnë me unis njerëzit për Medinë. Krejt nisën, Sadi thot, du me gjetë me marrë dhe vllahun tem në veti. Mirë po kur shkon, Umeiri ki shku te Allah azza jall. I shra shahidi. Thot vallahi nuk është mërzit Sadi për Umeirin, po është mërzit për veten e tina. Alhamdulillah, i shkoj te Allahu, është të mprit te Allahu. Unë pse nuk shkova? Kjo ka qenë burria e madhe, se s'kan lënë diçka pa sakrifikuar ata për Allahun subhanahu wa taala. Vjen beteja e Uhudit. Kur vjen beteja e Uhudit, pejgamberi alayhis salam e jep një mendim. Thot me i prit mushrikt e Mekës në Medinë mrama, në qytet. Burrat dalin nëpër rrugë, i zojnë rrugët edhe luftojnë me burrat, kurse gratë prej qative gjujnë me shka kanë mundësi me ju ndihmu burrav. Mirë po sahabët nuk e kanë dëgju pejgamberin alayhis salam në këtë strategji, në këtë plan. A kanë thonë, jo, po qomi dhe po dalmi në Uhud, jo në qua dhe kanë dalë në Uhud. I thanë pejgamberit alayhis salam, sikur nuk e ndëgjunëm mendimin tënë, qefin tënë, thjesht, u tha, u bo. I veshi par zmorët e hekurta, edhe dul në Uhud. I caktoj
shigjetarët me qëndruhe të kodra e vogël e Uhudit, për shkak se e dinte planin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çysh ka më u zhvillu lufta. Khalid ibn Walidi ishte kundërshtar, njëri prej njerëzve më të ditur të strategjive të luftës. Edhe o borë muje madhe, dul një zase, dikush prej mushrikëve tha, e vrajta Muhammedin, edhe morën torë mushrikët. Mirë po, Allah azza wa jall ju dha nam, në atë aspekt, ju dha krah të fort muslimanve, edhe ulçonën sulm fuqishëm, fillun mushrikët me ikë të mas. Khalid ibn Walidi qëndron të mas kodrës, me kalorësit e tina. Pejgamberi alayhis salam ju tha shigjetarëve, ndodhi çka ndodhi me neve poshtë, krejt me u zhduk, një ka një, krejt me u vran, një ka një, ju mos e luni venin. Ama mushrik në tokë fillonën me ikë, muslimanët u pikën mas tyne, këta shigjetarë thanë, tash ata ikën, çkojnë atë marrë prej ganimetit luftës që ka met, prej pasurisë që e lanë ata. I mashtroj dynjaja, o nesën me ulshu të poshtë kodrës, Khalid ibn Walidi ju dul prej mas, edhe u bo gërdia e madhe që janë vra sahab, 70 sahab janë vra, kanë ra shahida, njëri prej tyne ka qenë edhe Hamza. Për shkak të një lëshimit vogël që e kanë bohe. Tash, gjendja ishte haloma kritike se njerëzit dënin me vra pejgamberin alayhis salam, mushrikët e kishin synim pejgamberin alayhis salam. Saadi i nënte ngat pejgamberit alayhis salam. Daja i tina, daja i pejgamberit alayhis salam i nënte ngat. E kish marrë një shigjet edhe gjunte. Sa herë që gjunte, njanin prej mushrikëve e qëllonte. Kur hoq si ka shku. Sa herë që gjunte me shigjet, direkt e në mushrik edhe myk, a i vdiske. Tash, pejgamberi alayhis salam kur e pa, filloi i dha nxitje halomat madhe Saadit dhe i tha një fjalë shumë të madhe, me të cilën ka jetu Saadit të një jetën e tina. I tha, irmi Saadu, gjuj o Saad, gjuj. Me bërtit me Zot madh. Pejgamberi Allahut i tha, irmi Saad, gjuj o Saad. Irmi, gjuj fidake ebi wa ummi. Gjuj o Saad, e flijofsha për ty babën edhe nanën teme. Para më ndo. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë veç Saad ibn Abi Waqasit që të laf. Veç Saadit. Të jetën e tina Saadi që ka jetue, kur e ka pa dikon që se ka njoft Saadin shumë, e ka thonë veç për mua pejgamberi alayhis salam nanë e babi ka bo bashk për me i fliue, ama veç për mua, jo për të tërkam. Është krenu Saadi me këtë pjesë. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, e vdekjes së Abu Bakr as-Siddiqut, vjen khilafeti i Omerit për shkak se Saadi ka jetu gjatë, edhe në khilafetin e Omerit bohën gati muslimant për me i sulmue mushrikët, me i sulmu ata që janë persët, Rustumin me ushtrinë e tina. Omeri ju qënë selam me letër krejt njerëzve. Thot, çdo njëri prej juve që ka mençuri, që ka dituri, që din ndaj poezi e cila të ngjall për luftë, që ka djemtri, që ka njerëz që i shkojnë mas dikujna, që janë trima, krejt më mi pru këto. Edhe fillojnë njerëzit kadal me u të buhe. Të bohën shumë prej muslimanve. Tash, kur të bohën muslimant, Omeri e merr këshillin e tina, edhe fillon me thonë se kujt kina mjalon tash e mirëllokun, e kësaj ushtrie që ka më unis drejt Persijës, duke diskutue, e sheh Omeri Saadin, Saad ibn Abi Waqasin, e thot një fjalë Omeri, al-asadu adiyan, ko ka kthye luani pejgamberit alayhis salam. Luani pejgamberit alayhis salam ko ka kthy. Edhe e thirr momentin e parë e thirr Saadin, edhe i thot ti ki me qenë prisi i muslimanve në luftën e Qadisijës. Mirë po, Omeri ka qenë njeri i madh, njeri i drejt shumë, i ka dash njerëzit shumë, po s'ka leju që me u bol shime në diçka prej urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nisën musliman, dal ushtria jashtë Medinës, nisët Omeri edhe e nal Saadin. E don veç edhe ja thot këto këshilla të mëdhaja Saadit. Thot ja Saadu, o Saad, la yaghurrannaka min Allahi an qila khalu Rasulillah.
Thot o Sad, mos të mashtron tyje, e ti me u mashtru e prej këtyne fjalëve, me u mashtru prej Allahut azza xal. Me u largu prej Allahut, me u mashtru e me u largu prej Allahut. Pse ty të kanë thonë daja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa sahibu rasulillah, e shoki dosti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jall la yamhu sayyi'ah bi sayyi'ah. Allahu nuk e fshin të keqen me të keqe, po e fshin të keqen me të mirën të cilën ti e ke bo o Sad. Tash thot o Sad, inna Allah laysa bainahu wa baina ahadin nasabun illa ta'a. S'ka mes Allahut dhe dikuj tjetër diçka lidhje që i lidh ata përveç se puna e mirë që e bën dikush o Sad. Thot fa nasu sharifuhum wa wadi'uhum fi dhati Allahi sawa. Njerëzit ndeshken të ult, ndeshken të lartë të Allahu një janë, barabar kanë me kanë ata. Ndeshkeve i pasur e me pozit, ndeshkeve i varfër e pa pozit, të Allahu njëjt ki me dalë. Tash thot Allahu rabbuhum wa hum ibaduhu. Allahu është Zoti i tyre, e ata janë robrit e Allahut subhanahu wa taala. Pra ki kujdes me njerëzit. Ki kujdes me ata se mos po të nxit ty mendjemallësia me bo hap të gabum. Pastaj i tha, e çata njerëzit yatafadaluna bit taqwa wa yudrikuna ma 'inda Allahi bit ta'a. Çata njerëzit dallojnë tek Allahu për shkak të takvallokut dhe devotshmërisë që e kanë. Edhe e arrin te Allahu premtimin e Allahut azza xal veç se me punë të mira. Ndrysh nuk arrihet te Allahu subhanahu wa taala. Fanzur al-amra alladhi ra'ayta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayhi faltazamhu fa innahu al-amru. Atëherë shikoje çështjen urdhën të cilën ta kena dhënë na tyje. Ashtu që shike po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke vepruar këtë çështje, edhe dije se kjo është urdhri i obliguar për tyje. Që shike po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çashtu je i obligum me çue kët amanet në vend. Shkojnë muslimanët edhe pris ka qenë Sadi, e fitojnë betejën e Kadisijës, kanë qenë numër të madh persianët, iranianët e Sodit, kanë qenë numër shumë të madh. Mirë po, nuk vazhdon, nuk shkon larg, vetë se e shohin kokën e Rustemit, e kanë gjitë muslimanët në shtizat e tyne dhe kanë çu përpjet. Edhe kanë bo gërdi në ushtrien e Rustemit. Kanë bo gërdi, për shkak se kanë qenë njerëz të cilët kanë bo zullum ata, kanë bo zullum të madh. Edhe nuk kanë lanë diçka prej zullumeve, vetëm se e ke gjetë në Rustemin dhe ushtrien e tina. Kjo ishte prej krenarijës që Allahu azza wa jall i dha Saadit. Para se me vdek, para vdekjes pak disa vite, Allahu azza wa jall i kishte dhënë Saadit pasuri shumë. Pasuri të madhe. Mirë po, pasuria të cilën Allahu azza wa jall ja kishte dhënë atina, asnjëherë s'e ka harru Allahun, asnjëherë s'e ka harru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ardh vdekja Saadit dhe ushtria në shtratin e vdekjes. Në betejën e Bedrit, kur ka dalë në betejën e Bedrit Saadi, e ka pas një gjybe të lesht me veti. Dhe tash, po ju thot familjarëve tina, a sheni atë gjybën e lesht atje që është, që ata binma len mangat. E kur të zdes une, me qatë gjybën e lesht, me ma pështjel mu e trupin, me ma bo qefin që ata, për shkak se Allah azza wa jall ma ka mundësu me ta, me prezentuë në betejën e Bedrit. E beteja e Bedrit, për ata që nuk e din, ose për rikujtim, Allah azza wa jall ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, javë ka falë krejt, që kanë vepru dhe që kanë me vepru. Para me ndo. Kjo ka qenë njona prej krenarive madhështore të betejës së Bedrit. E Saadi tha, wallahi atë dit e kum takue armikun e Allahut me qatë gjybe. E sot du me taku Allahun azza wa jall po me qatë gjybe, për shkak se qaja është gjybja e krenarijës tëme. E lusëm Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala cilësit që i kishte Saadi, Allahu na i mundson që edhe na t'i kim. Allah azza wa jall na dhosh edhe neve prej cilësive të atyne burrave të mëdhaj. Allah azza wa jall i përtrift ato cilësi në mesin ton e në pasardhësit ton. E lusë Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i bashkon musliman në fjalën la ilaha illallah
Elusë Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'ja mundson muslimanëve sodit që ta kenë një qëllim ashtu që shepatën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.